O berat që pat e fat, bëre gjithat kombinat. Në fakt kombinat nuk ka, por a e dini se Berati është një nga qytetet e pakta në botë që fillon organizimin e krishtlindjeve dhe festave të fundvitit që në muaj nëntor, që në 1 nëntor dhe pikërisht sot në mbrëmje do të ketë edhe një koncert dhe kjo është arsyeja pse unë vendosa të vi përsëri në Berat, sepse nuk është hera ime e parë, por do ta shijoj Beratin pak më ndryshe. Do të qëndroj, do të flej dhe në Berat, sepse do të konsumoj dhe ndoshta ndonjë gotë, por përpara se të shkojmë tek festivali që është organizuar në mbrëmje, do të ikim të konsumojmë një drek sepse na sharroi. Në fakt Beratin e kam parë vit pas viti dhe të jemi sinqert ka patur një zhvillim të madh për sa i përket turizmit dhe frekuentohet shumë nga të huajt për shkak se është edhe një nga qytetet e trashëgimisë botërore, është pjesë e UNESCO-s pra. Aty kishim urën e vjetër të Goricës, ndërsa po shkojmë në drejtim të urës së re të Goricës. Edhe ajo është pak e vjetër, po quhet ura e re. Mundohemi që të gjejmë një restorant për të konsumuar vaktin e drekës, jo sepse ka kaluar dreka, po jemi me pak vonesë dhe doja të shtoja këtu që Berati ka disa lagje karakteristike si Mangalemi, lagja Goricës, Kalaja që është sipër dhe unë ua kam treguar në një tjetër video. Sigurisht që në këtë video nuk kemi mundësi që të shkojmë të vizitojmë edhe kodikët e Beratit, por do të shohim gjëra të tjera më argëtuese. Nëse i dëgjoni njerëzit nga mbrapa, gjutë huaj. Me ardhë në Berat duhet me mësu anglisht. Tradita Beratit. Sa herë kam ardhur në Berat, s'kam patur ose se kam ndeshur këtë tabelën, kështu që shkojmë ke Tradita Beratit, shohim se çfarë ofron Tradita Beratit. Sipas traditës, bjeri i zilës dhe prit të hapin derën. Ndërkohë i hedhim dhe një sy menus, që i ka në shqip dhe në anglisht, Tradita Beratit. Ne jemi Antonelli dhe Casey, vlla e motër, së bashku me maman tonë Evën, menaxhojmë këtë shtëpi që nuk është thjesht një biznes. Si jeni? Si e? Mirë, si kalovat? Faleminderit. Ndihmoj? Atëherë, së pari unë po xhiroj një vlog, Si, i liri. Antonelli. Nuk e di nëse mundem apo jo sepse jam me kamera. Kam parë në Instagram. Okej, faleminderit. Faleminderit. Mundemi me kamera? Po, patjetër. Okej, atëherë mund ta vendosim dhe mikrofonin? Faleminderit. Okej. Po lexoja diçka, ju duhet jeni Antonelli apo? Unë jam Antonelli. Okej. Të prezantohem, kjo është shtëpia ime për 3 brezash. E kemi trashëguar në familjen tonë dhe kemi krijuar këtu bashkë me motrën dhe me maman një tip eksperiencë për miqtë tanë. Okej, shtëpia më e vjetër në Berat? Jo, është një nga shtëpitë më të vjetra, një nga shtëpitë, domethënë këtu Berati ka shumë shtëpi të vjetra, domethënë një nga ato shtëpitë që është monument kulture, është shtëpia jonë, të cilin gjyshime ka bler para shumë viteve, domethënë është e trashëguar tek babai jonë, më pas tek ne. Okej, do më bësh një guid të shkurtër? Po, vazhdojmë brenda, domethënë këtu kemi një ambient që ne kemi përshtatur në restorant, kanë qenë bodrumet e shtëpisë. Dhe ne kemi kthyer në një, unë e quaj restorant muze. Kami shumë histori këtu te kjo pjesë. Si i thoni kësaj pjesës ju? Si i thoni diku Bodrumet, bodrumet e kemi quajtur ne, po më parë këto janë përdorur edhe se këto shtëpi kanë qenë hane para shumë viteve dhe kanë përdorur edhe si vend për të qëndruar kafshët. Përpiqem të sjell pak histori tek miqtë tanë që na vizitojnë, po patjetër. Është e siguruar. Gjithashtu këtu kemi përkrenaren e parë, domethënë flamurin tonë i parë që u prezantuar i kastriotëve. Paralel kemi të muzakeve të cilët kanë qenë
princat. Gjithashtu jo pa rastësi unë veç gjithmonë dhe filmin e Skënderbeut në sfond, ku dua t'i tregoj sa më shumë restauruar i Skënderbeut. Këtu kemi testamentin e Gjon Muzakës, që është princi, është një dietar shumë i njohur në vitet 1300. Kemi imazhin më të parë që daton për Beratin. Çfarë lloj turistësh vinë në Berat? Sepse që në hyrje unë thash që Berat, nëse do të vish në Berat, do të mësosh gjuhë huaj. Në Berat, jo, ne kemi shqiptar kemi shumë, do me klientë që na vinë. Të huaj, unë do thosha që vinë më shumë europian. Po ju çfarë keni karakteristike? Tradita Beratit. Tradita Beratit. Realisht, domethënë më joshi, unë jam dhe pak tradicional, më joshi emri i restorantit. Një produkt që ne në Berat kemi është bërë pak a shumë si trend, është ai bifteku vienezi Beratit, besoj që njohin gjithë që këtu është bërë shumë, domethënë trend vienezi Beratit. Kemi qoftet e shtëpisë që bën nga gjysha, byreku i shtëpisë që bëhet përsëri nga anëtarët e familjes. Pastaj kemi dhe produktet bio të zonës, sallata e perive të zonës, miksi djathrave, gjalbidhis nga dhitet omorit që ne kemi, ullit e famshëm të Beratit. Kemi një set që ne bëjmë pak a shumë si një prezantim të kulinarisë Beratit. Kur nisi Tradita Beratit? Sa kohë ka që e keni thyer si projekt në dëshirë ka shumë vite që është trashëguar nga Imat, domethënë, tek mua. Dhe unë bashkë me motrën e kemi arritur të si në realitet. 2022-shin janë hapur dyert, domethënë që kanë ardhur klientë e parë, që i bie domethënë 3 vite. Nuk e se keni edhe një prezencë shumë të mirë në rrjetet sociale, sepse vërtetësh të maksimumi se është një platformë që duhet të komunikojmë me klientin, që i tregojnë çfarë ne kemi këtu, se klienti këtu vjen duke na parë diku. Duke ju parë diku, po. TikToku ju ka penalizuar ndo pak? Të gjitha i përdorim nga pak. Të gjitha nga pak, okej. Zakonisht, unë kur shkoj diku, bëj dhe një kërkim dhe shoh njerëz që i kanë review dhe tjera me radhë. Unë sonte vendosa të flej në Berat, ti isha overbooked, s'kisha një dhomë të lirë. Sot fundjava zakonisht. Dhe kam vendosur të flej diku tjetër. Po. Gjithashtu ne kemi dhomat, mua nuk më ka ardhur akoma një dhomë check-in, mund ta bëjmë një xhiro nëse për ta treguar. Për ta treguar. Okej. Lart? Okej, vazhdo. Faleminderit. Ne kemi vetëm 4 dhoma. Ofroni dhe mëngjes? Po, ne ofrojmë dhe pjesën e mëngjesit, që është e përfshirë gjithë në çmimin e dhomës. Këtu tani kemi muret origjinal të shtëpisë, të cilat ne i kemi zbuluar rastësisht këto mure. Ishin të mbuluar me suva të bardhë dhe gjatë punimeve, duke hequr suvan e vjetra, ne zbuluam këto muret origjinal. Po. Dhe disa detaje interesante ishin këto kamare që ne i zbuluam. Kamaret janë përdorur më parë për të lënë sende ose kur s'ka pasur energji, elektricitet. Qiriu, vinin qiririn tek. E keni vënë dhe juve. Po, e kemi lënë si ose linin këto llampat. Fenerë. Fenerë, do të linin. Kanë qenë me vajgur, ë? Po. Edhe ne kemi mbajtur këto objekte. Pas fitirin, punon kjo po ti? Kemi mbajtur këto. Unë se kam vënë në punë, thjesht kam disa. Kjo është dhoma me pamjen tonë më të bukur që ne kemi. Bën vaki që ta anullojnë rezervimin? Jo, nuk besoj se. Po më është kjo pamja. Ne funksionojmë nëpërmjet booking dhe zakonisht i rezervojnë atje. Shumë e bukur. Po më vjen shumë keq në fakt. Sot s'ka një herë tjetër. Do të rezervosh disa ditë përpara, okay. Tani më të famshme këtu kemi ato taracat. Jeni gati të bëjmë një xhiro, por vetëm bëhuni gati për të ngjitur shumë shkallë. Okej. Janë gati 100 shkallë. Okej. Le të shkojmë. Në fakt më paralajmërove që ka shumë shkallë. Po. Tani deri aty ishin në pjesa e restorantit, tani këtu vazhdojmë tek pjesa e barit. Ne këtë verë konceptuam një model të ri Beer and Wine by Tradita, e quajmë këtë ambientin këtu sipër, ku funksiononte si bar me pjesën e pijeve dhe diçka për të shoqëruar në antipast. Traditën e keni ruajtur edhe me ullirin, me ullirin, patjetër. Tu kemi gati 100 rrenjullinsh. Kjo ishte një shpjegimi
E bën me gjithë turistët të, apo? Përpiqem, sa më shumë të takoj, domethënë kur i takoj, domethënë përpiqem që ti bëj këtë turë. Okej, ti më themu që është 1.5, po nuk është se ishte shumë e lodhshme, por në fakt vetëm shkallët vinë të zbutura, po ti nuk mos gjithë e detaj. Unë jam pa mëngjes dhe pa drek. Kështu që jemi gati për grënë tani. Falenderoj shumë dhe shumë suksese. Kënaqësi. Më vjen mirë që Berati po transformohet edhe në aspektin e turizmit. Po bëjmë gati 12 muaj turizëm tani Berat. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Okej, përshëndetje, mirë se erdhët. Siç e ka traditë shqiptari, këtu tek restoranti jon Tradita, ne sugjerojmë dhe shërbejmë vetëm ushqime tradicionale dhe të famshme të zonës së qytetit. Duke filluar që nga sallata me perime të zonës, miks djatra, shullinjtë e famshëm të Beratit, gjalpi nga dhitet Omorit, reçel portokalli dhe ajka me speca. Për mendimin tim, gjithçka do ishte perfekte në tavolinën tuaj nëse do merrni një menu për 2, ku do të provoni nga pak nga të gjitha ushqimet. Do ju sugjeroja një fiorentin të vogël, pjatë furi dhe patatet me salcë tartufi. Është nëse e mjaftueshme. Mendon se na mjafton se unë kam shumë uri. Okej, faleminderit. Okej, në rregull. Për të pirë ndoshta një gotë verë. 2 gota verë, të kuqe. Po. Unë kisha mendjen për të ngrënë, ai më lodhi kokën duke më sqaruar. Do të cilë vëlla se të hongra ty. Tu kemi pjesën e starterit, sallata me perime të zonës, miks djathrash, ullinjtë e famshëm të Beratit, ajka me speca, turshi, gjalp vije dhe kulaçish. Është mirë kur dikush të tregon se çfarë po të ofron, çfarë po të sjell dhe çfarë ka ajo pjatë. Ta sqaron më përpara dhe më pas ti e konsumon. Unë s'kam kohë të dëgjoj, do ha tani. Ishte një Gjerman, një Italian dhe një Shqiptar. Edhe Shqiptari po bënte kështu, nuk po e kapte dot ullirin. Vajti Gjermani e kapi me dorë. Ja kështu. Atë që mbeti, Italiani e kapi me një të pickuar. Dhe ne si populli zgjuar që jemi, i tha, e po e lodha unë, tha parë, prandaj kape ti. Tu kemi patatet me salcë tartufi, pjatë fure, dhe miksi i shtëpisë, duke filluar me byrek me spinash, byrek me gjiz, bifteku tradicional i Beratit, biftek vienez, fërgesa, që është fërges verore, është pamish, qofte perimesh, salcë panxari dhe tzatziki. Ju përfshin mirë. Faleminderit. Kjo është Fiorentina, ushqimi dhe pjesa më e bukur e tavolinës. Po kush do ta hajde? Do na ndihmosh i çik? Po, more. Thon, ushqimi i mirë dallohet kur ti je i të ngopur dhe ky është fiks rasti sepse un kam ngrënë shumë se kisha uri. Dhe tani është momenti për të provuar mishin fiorentin. Është shumë i mirë realisht. Shkrihet në gojë dhe kjo kripa sipër, kjo kripa e ashpër jep një shije tjetër. Kjo ishte edhe mbrëmja jonë romantike në Berat dhe për të gjitha këto paguam rreth 7.500 lekë. Vajta mora gjupin makinë se ishte shumë ftohtë, ose është shumë ftohtë në Berat. Sot është data 1 nëntor dhe dimri sapo ka ardhur dhe ne po shkojmë që të shohim apartamentin që kemi rezervuar në Booking. Ja ku e gjetëm edhe vendin ku do qëndrojmë sonte, Mozaik quhet, Airbnb-a. Si ja thash më parë emrin sepse rezervova në Booking dhe realisht review-ti kishte shumë të mira. 102-shi, kjo është ku do rrim sonte?
103 është e jona? Okej. Zonja s'kishte qef të dilte, jo mua, tha. Se I mora leje për para se të futesha brënda. Kjo është tualeti. Qenka goxha e madhe është për 2, 3, 2, 5, edhe me një fëmijë të vogël 6 persona, po vetëm këtë kishte të lirë sonte. Një kuptova pse quhet mozaik Berati, sepse është një mozaik vetëm me vida dhe e kam një ide se kush e ka bërë. Ikim tani se filloi muzika andej, filloi koncerti. Edhe për koncertin kemi ardhur. Se harrova t'ju them, dhomën e paguam 40 euro nata. Ndërsa tani po ikim të presim ndezjen e dritave. Verë të ngrohtë, ë? Po, dhe antipasta. Freskuse, bira, draft. Po koncerti kur fillon? Koncerti fatkeqësisht nuk ka sot, për faktin se mbrëm dish Fatos Nano. Është ditëzie sot? Po, është pak a shumë si ditëzie. Okej. Nuk e dinim, kemi ardhur për koncertin. Faleminderit. Një fjalë urtë popullore thot që I miri s'ka fat, se bëj shaka. Është anulluar koncerti për mbrëmjen e sotshme për shkak se ka ndruar jetë ish kryeministri I Shqipërisë, Fatos Nano, dhe këtu gjej rastin t'i shpreh ngushëllimet familjes Nano. Jam I bindur që gjithë ju që do e shikoni këtë video dhe do vendosni të vini të vizitoni Beratin, do t'i gjeni dritat e ndezura dhe mbase do gjeni një tjetër koncert. Verë ngrohtë. Nëse doni të ndjeni sadopak atmosferën e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, nuk keni nevojë të udhtoni drejt Gjermanisë apo Italisë Veriore, atje ku atmosfera është në prag të festave të Vitit të Ri, por ejani në Berat sepse këtu fillon që në nëntor. Kështu që edhe këtij vlogu I erdhi fundi dhe bashkë shihemi në videon e ardhshme, të enjtën e ardhshme në Ilir Vlog. Mos harroni të bëni subscribe.